Mbrëm janë zhvilluar ndeshjet e Xhiros së 8 të sezonit vjeshtor në Ligën e parë të volejbollit në kategorinë e meshkujve, ku 4 fitore kanë shënuar vendasit, ndërsa vetëm një skuadra mysafire. Një ndeshje mjaft interesante u zhvillua në sallën e shkollës fillore Goce Delçev në Tetov, aty ku ekipi Liria e Zherovjanit shënoi fitore të sigurt në përballjen me ekipin Shkëndia me rezultatin 3-1 në sete, 25-22, 11-25, 25-21 dhe 25-19. Rezultati i seteve dëshmon se loja ka qenë e barabartë, por fati dhe dëshira më e madhe për fitore e vendasve ka qenë vendimtare për epilogun e ndeshjes. Fitore të sigurt ka regjistruar edhe Universiteti i Tetovës në përballjen me Vesna Probishtip 3-0 në sete 25-16, 25-15 dhe 25-19. Derbi kësaj jave që u zhvillua në Veles mes Borecit dhe UGD Shtipit ka përfunduar me rezultatin 1-3. Skuadra e Shtipit me 24 pikë maksimale vazhdon të kryeson rënditjen tabelore. Rezultatet: Universiteti i Tetovës Vesna Probishtip 3-0, Liria Shkëndia 3-1, Rabotnički Makedonia Gjio 3-0, Boreci UGD Shtipi 1-3 dhe Strumica Susheva 3-0. Ndeshja Skopje-Janta Volej është anuluar. Pas ndeshjeve të Xhiros së 8, tabelën e kryeson UGD Shtipi me 24 pikë, e ndjekur nga Strumica që ka 22 pikë dhe Rabotnički 19 pikë.